Pra apigenina mbron veshkën, majdanozi pastron dhe veshkën. Lëngu i majdanozit është një produkt shumë i rëndësishëm për të pastruar dhe veshkën. Çaji i majdanozit është një produkt i shëndetshëm që të pastroj veshkën nëse kombinohet dhe me pak lëng limoni, por cilët janë antioksidantët e tjerë që pastrojnë veshkën, por që ndodhen tek pjesa e majdanozit. Atëherë, janë disa antioksidantët që quhen kvarcetin, fisetinat, apigeninat, dimetilapigeninat, metoksiflavonoidët, si dhe një antioksidant tjetër që unë e kam përmendur në shumë raste dhe që quhet imperatorin. Imperatorinat pastrojnë papastërti të cilat kanë ngelur në piramidat renale, të cilat zakonisht këto quhen nefrone të vogla. Këtu është vendi ku filtrohet urina, ku filtrohet ureja, ku konvertohet amoniaku në pjesën e ures dhe më pas del me anë të pjelonit dhe del drejt strukturës së ureterit. Veshka është një organ tepër i vaskularizuar dhe veshkat bëjnë dhe prodhimin e një hormoni, ndonse nuk mund ta quaj hormon, mund ta quaj një protein të rëndësishme, e cila quhet prostaglandin. Hormoni është eritropoetina. Pra, apigenina që ndodhet tek majdanozi pastron veshkën. Dhe nëse ne duam që të mbajmë veshkën të shëndetshme, mund ta përdorim dhe si çaj mjekësor majdanozin. Majdanozi është diuretik i fuqishëm. Majdanozi, duke qenë se është diuretik i fuqishëm, bën të mundur dhe uljen e tensionit arterial, sepse ndihmon glomerulat arterial, ndihmon podocitet, membranën bazale dhe disa qeliza të cilat quhen qelizat mezengiale ose mezengiumin renal. Pra, majdanozi, duke qenë se përmban galangin, përmban një lëndë e cila quhet apigetrin, imperatorin, nobilentin, galanginat, tricelulinat, taksifolinat, luteolinat, pelargonidinat, bën të mundur efektin diuretik. Diuretik do të thot largon lëngje toksike nga veshka. Pra, çaji majdanozit, 1 deri në 2 filxhana ditë, ka efekte pozitive në funksionin e veshkës. Tani le të vim pak te kombinimi detokseve. Si mund të bëhet majdanozi detoks? Si mund të ndihmojë mëlçinë dhe si mund të ushqejë bakteret e mira të zorës së trash? Tham për përfitimet e veshkës, vim pak tek përfitimet e mëlçisë. Ky kombinim këtu është fantastik për rigjenerimin e mëlçisë. Tani është stina e pranverës. Tani çdo kush do që të bëjë një detoks, një rigjenerim apo një rinovim të organeve. Ndonse është stina e pranverës, rigjenerimi i organeve tani është shumë i shëndetshëm. Si mund të bëhet një detoks përsëri me majdanozin? Majdanozi madje i shton funksionin e një enzime e cila quhet piruvat dehidrogenaz, lipoamid kinaz mitokondriale. Pra është pak emri gjatë. Piruvati dehidrogenaza, lipoamid kinaza mitokondriale bën të mundur konvertimin e acidit piruvik në acetilkoenzim A, sepse është një enzim, një multienzim e cila ndodhet brenda matriksit mitokondrisë. Pra, detoksi i mëlçisë si mund të bëhet? Detoksi i mëlçisë mund të bëhet zakonisht merret pak majdanoz, 10 deri në 15 fije majdanoz, ku shkojnë pak te fotoa e mëparshme. Pra, detoksi i mëlçisë, rinovimi i mëlçisë, pastrimi i mëlçisë mund të bëhet duke marrë 10 deri në 15 fije majdanozi, gjysmë molle jeshile, 1 selino dhe mund të bëhet e shtrydhur në ujë dhe mund të përftohet lëngu i saj, pra në një blender ose në një shtrydhse. Pra këto janë komponentët. Si fillim 10 deri në 15 fije majdanoz, gjysmë molle jeshile, që duhet të jenë produkte organike, jo me pesticide, pra moll, majdanoz, selino dhe pak mund ta themi moll jeshile që unë mua përmenda. Ja ku jemi dhe përsëri, pra mund të bëhet në shtrydhse. Këtu kemi majdanozin, që majdanozi ka apigeninën, apigenina mbron dhe trurin përkundrejt sëmundjeve neurodegenerative, Parkinsonit ose inflamacionit neurologjik. Madje brenda këtu kemi mund t'i përfshim dhe argjinaren. Argjinaret kanë hiperozit ksantonët, kanë trimetil, kanë disa lëndë të cilat quhen trimetileptanet, hiperozit ksantonët, tetrahidroantrazen glikozidët, pra kanë disa flavonoid argjinaret. Një detoks tjetër për mëlçin. Majdanozi, kastraveci, argjinarja dhe uji. Në fillim kishim detoksin që ua përmenda me mollën, që ua përmenda me majdanozin dhe që ua përmenda me selinon. Ndërsa këtu kemi
majdanoz, kastravec, argjinare dhe ujë. Të gjitha këto bëhen në blender dhe mund përdoret 1 herë deri në 2 herë në ditë. Është e mira që të përdoret dhe esëll. Dhe kryesisht produktet përpara se të përgatiten, është e mira që të vendosen pak në ujë të ngrohtë, në sodë buke, në unthull molle, për t'i hequr ndonjë pesticid të mundshëm. Unë dua të përmend edhe pak këtu. Nëse ju mund të shtoni, nëse ju dëshironi, mund të shtoni dhe avokadon. Por unë i them 2 kombinime cilat kanë shumë efekt. Është selinoja, majdanozi dhe pjesa e mollës jeshile, që është një detoks me ujë dhe këto 3 komponent bëhen të shtrydhura. Ndërsa komponenti 2 që pastron mëlçin ose përbërësit e 2 që pastrojnë mëlçin është argjinari që unë e përmenda, majdanozi dhe kastraveci me pak ujë, kryesisht 100 deri në 200 ml ujë. Këto shtrydhen në një blender dhe përftojnë në formën e koktejlit siç është këtu. Pra, ashtu sikur se unë po u thoja për veshkën, majdanozi aty bëhet çaj, ndërsa këtu shtrydhet me selinon ose me mollën, me kastravecin ose me argjinarin. Pra bëhet i shtrydhur në blender dhe përftohet, mund ta themi në lëngu i saj ose tretësira e saj. Sipas dëshirës ju mund t'i hidhni sipër pak kastravec, mund t'i hidhni sipas dëshirës pak limon, mund t'i hidhni sipas dëshirës dhe pak vaj kokosi. Pra kjo është në dëshirën tuaj. Le të vim pak tani tek zorë e trash. Përmendëm mëlçin. Tani do të përmendim pak zorën e trash. Si fillim një herë, unë ua thash që gatuhet edhe me shumë ushqime të ndryshme, madje bëhen ushqime fantastike me mishin e peshkut, me mishin e kuq, bëhen gatimet fantastike me një supë të shëndetshme, me një supë me perime, me supë me kremin e pulës, me supë me mishin e pulës, supë me mishin e peshkut, mund të përgatitet zakonisht ose mund të shoqërohet edhe në një sallatë të shëndetshme me thjerza, me fasulet kafe, me fasulet e bardha, me legumet. Mund të shoqërohet zakonisht dhe me frutat e thata, mund të shoqërohet dhe mund të bashkohet edhe për të bërë si turshi, pra turshit e lakrës bardh, së bashku me turshit e lakrës kuqe, së bashku me turshit e repave, të panxharit, ku brenda mund të hidhet dhe pak majdanoz. Majdanozi është e mirë që në sallatë kombinohet me vaj ulliri dhe me vaj kokosi. Le të vim pak tani tek zora e trash. Unë e përmenda pak që majdanozi ka vitaminën K1. Atëherë, vitamina K1 quhet filokinoni ose fitonadioni dhe nëpërmjet bakterieve të mira të zorës trash, të cilat janë klasa e Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium sacularis, Bifidobacterium infantis, konvertohet në vitaminën K2. Vitamina K2 ka rol aq shumë specifike saqë ka një gram të caktuar nga 45 mikrogram deri në 100 mikrogram që duhet ta marrin njerëzit. Fëmijët zakonisht e kanë gramaturën më të vogël deri në 45 mikrogram marrjen e vitaminës K2, ndërsa të rriturit deri në 100 mikrogram vitamin K2. Por vitamina K1 në varësi të bakterieve të mira të zorës trash konvertohet në vitaminën K2. Dhe vitamina K2 mbron enët e gjakut, mbron tensionin arterial, ul mund të themi atë ngarkesën e pompës elektrike të zemrës, dhe filokinoni që unë u përmenda dhe pak më parë që ndodhet dhe tek frutat ose tek perimet e tjera apo te zarzavatet e tjera. Ashtu siç ishte vitamina K1 që madje vitamina K1 ka rol specifik edhe në hepatocitet ose në qelizat e mëlçisë që bëjnë detoksifikimin e tyre. Majdanozi redukton dhe alergjin. Për alergjin do të flasim emisionin tjetër sepse ma keni kërkuar. Këtu kemi vilet edhe mikrovilet e zorës. Këtu është edhe truri parë i njeriut që bën të mundur përthithjen e nutrientëve. Sikurse unë ua përmenda pak më parë, apigeninën dhe vitaminën K1, vitamina K1 shkon në mëlçi dhe bën të mundur prodhimin e disa proteinave të cilat koagulojnë gjakun dhe deri diku bëjnë të mundur një stabilizim të homeostazës, protrombinën. Mëlçia bën të mundur dhe prodhimin e disa proteinave të tjera. Vitamina K1 ndihmon dhe në prodhimin e një proteina plazmatike e cila quhet albumina. Albumina rregullon vëllimin plazmatik duke ndihmuar në transportin e acideve yndyrore. Pra majdanozi ndihmon zorën e trash sepse është i pasur me vitaminën K1,
K1 nëpërmjet bakterjeve të mira të zorës trash konvertohet në vitaminën K2, ndërsa pigenina, e cila ndodhet përsëri te majdanozi, ka efekt detoksifikues, pastron mëlçin dhe zorën e trash, ndërsa për sa i përket çajit mjekësor, bëhet zakonisht për të pastruar veshkat. Unë u përmenda që ato detokset reduktojnë vjamosjen e mëlçisë. Pra si mund të bëhen detokset e majdanozit? Duke u kombinuar me selinon, duke u kombinuar me mollën jeshile, duke u kombinuar me kastravecin,